tetori, një datë shumë pritur jo vetëm për qytetarët se si do të marrë rrugë kjo maraton, por edhe për gjithë ata që bëjnë politike në këtë vend, për sa kohë pritet që të zhvillohen edhe zgjedhjet e pjesëshme të datës 9 nëntor. Ne ndrojmë temë tashmë dhe fokusohemi pak tek situata artistike në vendin tonë dhe do të shkojmë në qytetin e Korçës, atje ku zhvillohen ditët e Mios në nder të piktorit Vangjush Mio. Janë një mori piktorësh të cilët vinë nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga përtej kufive për të folur, për të diskutuar, për të shkëmbyer eksperjenca, por për të bërë ata që dinë të bëjnë më mirë për të pikturuar peizazhe që Korça në fakt nuk i mohon dot, ka një natyrë të mrekullueshme, por edhe portrete. Do të kemi mundësi të marrim një panoramë përgjithshme për sa i përket kësaj teme me gazetarin ton atje, Tonin Froku, i cili i themi mirëmëngjes tashmë. Mirëmëngjes Tonin. Mirëmëngjes Tonin. Mirëmëngjes nga Korça. Të komunikime të drejtë për drejtë na japi mundësinë edhe të shohim Korçën, ndoshta është herët për ta parë më dëbor, po ne do të jemi vazhdimisht e ti do na i sjellësh këto panorama të bukura nga Korça. Megjithatë do të flasim për art, edhe arti është gjithmonë i bukur, është gjithmonë ndjesi e mirë kur mëngjesin e nisim duke folur me nisma siç ishte kjo që sapo tha edhe Flori apo jo. Për të 15 vit me radhë, Bashkia e Korçës organizon ditët e Mios në nder të piktorit të madh të peizazhit shqiptar dhe jo vetëm Vangjush Mio. Për 15 vite me radhë në Korçë kanë ardhur piktor më të mirë shqiptar dhe jo vetëm nga rajoni dhe bota, të cilët qëndrojnë për 4 ditë në Korçë dhe shkojnë pikrisht në ato vende ku dikur ka pikturuar piktori i madh korçar. Për të sjellë peizazhet e kësaj stine të vjeshtës që Korça duket e ka të larmishme, edhe për shkak të shumëllojshmërisë së bimësisë në Dardh, në Voskopoj, në Boboshtic, pa thënë edhe në Pogradec, sepse piktorët janë në lëvizje. Ka të tillë që preferojnë pikrisht këto vende, ndërkohë që ka të tjerë të cilët janë vendosur edhe në disa atelije të hapura nga qendra e kulturës së Bashkisë së Korçës. Sot do të jem këtu me piktorën kosovare, e cila vjen për herë të parë në një koloni piktorësh jaldeze Mustafën, të cilën unë ftoj në këto momente për të qenë së bashku me ne live në pedonalen e qytetit Jaldez. Unë falenderoj që përshëndesim edhe ne nga Tirana. Faleminderit shumë, përshëndetje të përzemërta për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit. Jeni për herë të parë në Korçë? Faktikisht për herë të parë jam si artiste, si piktore. Mirë po, kam vizituar, por jo kështu në detaje, Korçën e bukur, Korçën e plot art, plot histori. Kjo është Sa rrallë duket e pas keni shëtitur të gjithë qytetin. Shumë, sa që me të vërtet jam besasuar edhe nuk jam pishman që jam vënuar për ta vizituar në kuadër të artit dhe të eksploroj përmes artit, përmes ngjyrave, ta shoh gjithë këtë bukuri, gjithë këtë histori. Organizatorët pas ka munguar. Tani e shoh. Mua më vjen shumë mirë. Mua më vjen mirë që ka munguar kjo Korçë e bukur që është. Në fakt organizatorët ditën e parë, lutem pak më përpara po këtu. Pra, organizatorët në ditën e parë ju kanë vendosur përballë pikturave të Vangjush Mios në shtëpinë muze të artistit të madh. Si u ndjet kur pat? Me vërtet për artistin është një pasuri e madhe, është një shtëpi e cila ka jetuar një piktor aq i madh, pioner i artistëve shqiptar, dhe që vizitojnë gjitha punimet, unë kam mbetur e pasionuar. Dhe çfarë më së shumti mua më pëlqen se edhe unë artin e kam më shumë akte të përdori. Edhe kjo më pëlqen shumë të puna e Vangjush Mios dhe me vërtet kam bërë pa fjalë dhe jam e befasuar pse nuk kanë kaluar kaq kohë gjatë dhe nuk e kam vizituar atë muze. Pikturat e Mios e bënin fjalë të bënin më tepër përshtypje për shkak të ngjyrave apo mënyrës teknikave të punimit? Teknikës, paraqitjes, kompozicionit, kjo është diçka që vërtet ne artistët duhet t'i mësojmë, t'i shohim, ta pasurojmë artin ton, të njohim gjithçka rreth artit, e kjo më ka bërë përshtypje në Jaldez, ajo çfarë na bën përshtypje është fakti se duket piktorët pjesëmarrës në koloninë Mio, pra në ditët e Mios, i largohen pak peizazhit tradicional, duket sikur bojrat i përzihen, e ajo çfarë bën përshtypje më tepër shkojnë tek pjesa e abstraktës se sa tek peizazhi tradicional, qoftë edhe ai Mios. Pse ndodh kjo? Ne kosovarët unë flasim në kuadër artit Kosovës. Në Kosovë faktikisht është tani në praktikë arti abstrakt modern.
ne ikëm pak natyrës realiste. Jo që ikëm ta prezentojmë ta manashtur natyrën si që duket, por ne e prezentojmë në mënyrën abstrakte. Disa detaje i qesim në përhur, para qesim në punën tonë, mirë po ma shumë abstrakte. Kështu që ju në Shqipëri, ma shumë jeni realista dhe për një shumë, kështu të tamane që di kompozicionin shumë real. Mund të qua edhe hiperreale. Në fakt, në Kosovë kjo nuk ndodh. Po pse? Faktikisht ne tani, pse është një artë që po kërkohet ma shumë jashtë rojeve, jashtë artë ndërkombëtar që tani e praktikojnë edhe krejt po të artin abstrakt. Ajo që më ka bërë përshtypje edhe kësaj radhe në koloninë e ditëve të Mios është fakti se piktorët më shumë se sa t'jenë aty në natyrë për të pikturuar ku lëviz drita e shumë elemente të tjerë gjatë punimit suaj, jeni vendosur në atelie. A duket se jeni më mirë aty, më komod në punën tuaj apo çfarë? Kjo është koncepti i organizatorit apo kuratorit, këta e kanë vendosur ashtu, por nuk është problem, ne ndihem mirë, për shkak se e kemi komunikimin. Jo, flas, a mos është më mirë që piktura të jetë aty e gjallë, themi, bie fjala në Boboshtic, në Dardh, në Voskopoj, aty ku dhe Miho dikur ka sjell ato punimet e tij. Unë nuk di, ta them të drejtin konceptin të mi, po mendoj që këta çdo vit e kanë ndryshuar. Ma herët ka qenë në natyrë, tani e kanë ktyrë, kështu nuk di, të them të drejtin, mua më pëlqen edhe natyra, pse jo, mirë po Okej, atëherë, sot është, pra, gjitha punimet do paraqiten në një ekspozitë. Ju në këtë ekspozitë vini me një punim ku kam paraqitur Korçën, me një detaj disa pak si abstrakt, kam paraqitur ngjyrat e bukura të vjeshtës, kam paraqitur një libër ku kam shuar disa thënie të bukura të Korçës, kështu që vërtet unë jam inspiruar nga ngjyra e verdhë, pikërisht që e ka dhe si ngjyrë e ardhë vjeshta dhe me të vërtet ka dalë bukur. Arsyeja është se unë e përdor zakonisht ngjyrën arin, ngjyrën e bardhë, ngjyrën e verdhë po mendoj. Ju po thoni se ngjyra e verdhë është ngjyra juaj e preferuar? Po. Zakonisht nuk ka punim timin që nuk është ngjyra e verdhë prezente. Edhe kjo më ka lënë përshtypje edhe është aq e bukur sa që pikërisht në vjeshtën plot ngjyra, po dhe ngjyra verdhë është dominuese, edhe dominuese është në punimin tim. Korça në ngjyrën e verdhë e ka brenda qytetit në dominuese, pa thënë në fshatrat turistik që ka. Duket edhe në objekte në arkitekturë, kjo më lën përshtypje se sa objekte janë ngjyrë verdhë. Interesante është kjo, sikur kur është diçka e lidhur me artin egjiptian, që të thënë ekziston edhe sot, me mija vjetë, që ngjyra verdhë është një ngjyrë që ruhet, mandej janë skulpturat e krejt që paraqiten me ngjyrën e verdhë. Ndoshta unë edhe prej asaj nisëm duke mësuar në historinë e artit dhe më pëlqen ngjyra verdhë. Ndoshta dikush që pëlqen, po ja unë ndihem mirë me atë. Atëherë, piktorët kësaj radhe nga janë? Piktor ka nga shumë vende të ndryshme, duke filluar nga Spanja, Finlanda, Gjermania, Maqedonia, Malizi, Serbia, Rumania, janë nga Ukraina, Shqipëria, Kosova, normal, ka shumë artista dhe në vërtet kalojnë aq bukur, sa që nuk e kam imagjinuar që do të jetë një koloni kaq e bukur dhe të kalojmë kaq bukur me zveti artistat, të kemi një komunikim kaq bukur, po gjithçka është komunikimi përmes artit, përmes ngjyrës, komunikojnë, japin kritika një tjetrit, kjo e bën koloninë edhe më të bukur. Nuk është e rëndësishme nga njëherë se ku piktoran, në natyrë apo brenda, por është e rëndësishme komunikimi mes artistëve, qasja mes artistëve. Se ne nuk do të tankon të piktorojmë. Do njerë kemi shteta, kemi konsultime, pyesim kolegon artist të pëlqen, ke ndonjë vete, ke ndonjë sugjerim ta shtoj këto një pjesë, një detaj. Kjo e bën kolonitë, i bën më të bukura. Ju po thoni se ka qenë një përvojë e shtuar kjo? Përvojë jashtëzakonisht e bukur, me të vërtetë. Unë kam qenë sa koloni, shumë koloni, mirë po kjo është diçka jashtëzakonisht e bukur. Ata mbyllin me Korçën. Edhe Korça është e bukur. Pra, ata mbyllin me Korçën. Si të erdhi Korça? Korça më erdhi edhin, sigur njeriu kur mendon ku është një qytet që ka atë shumë rrugë, ku çdo rrugë të çon në një histori. Kur çdo rrugë të çon në një objekt, ku flet diçka për histori, për artin, kulturën,
kjo është e veçanta e Më Korçës. bukur se kaq nuk mund ta mbyllnit Tonin. Të falenderoj. Faleminderit juve. Ishin Jaldeze Mustafën nga Kosova, fitore që ja vjen për herë të parë. Edhe ne ju përshëndesim nga Korça. Faleminderit, përshëndetje. Dhe urojmë ta shohim në maksimum Korçën këtë herë nga ana artistike, sepse ajo tha që e ka vizituar më herët. Ishte vërtet kënaqësi që na përcjellnit këto emocione të bukura në Tiranë nga Korça. Faleminderit.